nga data 6 deri më 8 nëntor. U mbajt edicioni 3 i Festivalit të Këngës në Radio Televizionin e Kosovës. Në ndërheqjen e Dugaxhin Podrimaj dhe Rina Krasniqi. Rina, më falë shumë. E në skenë unë gjetën emra të rinj dhe të njohur të muzikës shqipe. Në Zoom ju sjell në vazhdim një përmbledhje se çka ndodhi në 3 netët magjike të këtij festivali. Në këtë edicion morën pjesë 20 këngëtarë të përzgjedhur nga një juri profesionale, të cilat synojnë me promovu vlerën dhe identitetin muzikor shqiptar. Drejtori artistik Florent Boshnjaku shpreh se ky festival është ndruar në platformë artistike dhe teknike për artistët vendor. Kurse skenaristi edicionit të 3, Ganz Salihu, bëri të ditur se fokusi ishte tek muzika, duke reduktuar elemente dramaturgjike. Këto janë disa nga projektet pjesëmarrëse. Arjeta Palushaj u paraqit me Andra. Arsi Bako, Reze Zjar. Art Lokaj, Promovoj ty. Egzon Pireci thot kënga jon. Nita Latifi dhe Algert Sala publikuan Pia. Teut Halili interpretoi Amen. Xuxe erdhi me Identitet. Fituese u shpall këngëtarja nga Shqipëria Arsi Bako, e cila ka interpretuar Reze Zjar me tekst dhe muzikë nga Gjergj Kaçinari. E kur jemi tek emri fundit në listë, Xuxe, ai e pati një reagim vetëm 2 ditë pas mbarimit të këtij eventi. E me të mbaruar ky edicion i cili ishte i 3 me radhë, kompozitori njëherë është drejtori artistik Florent Boshnjaku, e shkroi një dedikim për t'i falendëruar të gjithë ata që kanë dhënë kontribut. Befasiet e mbrëmjes ishim padyshim 2 performanca të shkëlqyera, njëra Elvanës dhe tjetra Tunës. Portali i njohur ndërkombëtar Wavy Blogs, i cili prej më shumë se një dekadë mbulon lajme dhe ngjarjet më të rëndësishme rreth Eurovision Song Contest, i ka kushtuar një artikull të veçantë festivalit të këngës, duke përshkruar si një nga ngjarjet më të rëndësishme në Kosovë. Wavy Blogs thekson se programi këtij viti ka sjell bashk artistë të rinj duke krijuar një përzierje të larmishme stilesh.
Në fund, Wibi Bloksi përshkruan festivalin si një hap tjetër të rëndësishëm në rrugtimin e Kosovës drejt skenës eurovizive. Një event që po fiton gjithnjë më shumë vëmendje ndërkombëtare.